Nga 13 të dyshuarit për tenderet me mazut, vetëm 4 përfunduan prapa grilave. Ndonse prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit kërkoi masën e paraburgimit për 5 të dyshuarit, tani më ish drejtori i MV-s Vasko Kovacevski është i arratisur që nga ndjekja për rastin tjetër Aditiv. Për këtë të fundit po mbahet në paraburgim edhe ish drejtori komercial Ardian Muça, i cili bashkë me të tjerë dyshohet edhe për keqpërdorimet e furnizimeve publike të mazutit në TEC Negotin. Në mesin e të paraburgosurve është edhe Ratko Kapushevski, pronari i kompanisë RKM Energy, e cila sipas organit të akuzës në periudhën 2021-2023 dyshohet për dëmtimin e buxhetit të shtetit prej 167.5 milion euro. Nga prokuroria për krim të organizuar dhe korrupsion, një ditë pas tregojnë edhe arsyet e tyre se për çfarë e kanë pranuar propozimin e gjykatës të procedurës paraprake që Asmir Jahovski mos të përfundojë në paraburgim 30 ditor si të tjerët, por të mbrohet me paraburgim shtëpiak. Pronari i Pucko Petrol Asmir Jahovski po dyshohet vetëm për akuzën e pastrimit të parave në vlerë prej 72 milion denarve. Jahovski i shpëtoi paraburgimit me arsyetimin se është kujdestari i fëmijëve të tij, duke dorëzuar 3 arsye për të mbrojtur me masën e arrestit shtëpiak në adresën e tij në fshatin Plasnic. Në sqarimin e vendimit thuhet se gjyqtari i procedurës paraprake ka marrë parasysh rrethanat subjektive nga ana e të dyshuarit, gjithsesi se ai është kujdestari i 4 fëmijëve të tij, 3 prej të cilëve janë të mitur, si edhe me vendim të gjykatës civile të Shkupit, ka formuar lidhje të forta me shtetin dhe kompania e tij me më shumë të punësuar dhe gjendja e tij shëndetësore është e përkeqësuar, për të cilën ka dorëzuar dokumentacionin. Nga praktika gjyqësore, avokatët thonë se ndryshimi i paraburgimit efektiv me burg shtëpiak duhet të bëhet për arsye të forta shëndetësore dhe kur jepen garanci financiare se i dyshuari nuk do të arratiset, nuk do të ndikojë në pengimin e hetimit në fjalë dhe nuk do të përsërisë veprën. Avokati Naser Raufi tha se gjykata penale në këtë rast i merr pasaportën të dyshuarit, i cili nuk guxon të lëshojë adresën e banimit. Paraburgimi shtëpiak duhet të qëndrojnë para kushte. Themi zakonisht paraburgimi shtëpiak i bëhet për të miturit, për gratë shtatzare posaçërisht, por edhe për njerëzit që kanë ndonjë diagnozë, ndonjë smundje, për invalid themi. Por mund t'i jepet edhe paraburgim shtëpiak kur vetë gjykata e shef që nuk ka frikë për arratisjen e të dyshuarit në atë moment, ende nuk është i akuzuar, dhe po t'jep ndonjë garancion që do të lembrohet te thirrjet e gjykatës. Prokuroria akoma nuk ka ankimuar këtë vendim gjyqësor. Organi i akuzës në bashkëpunim me policinë gjyqësore po ndërmerr veprime për sigurimin e provave të pronësisë dhe pasurisë së palujshme dhe të lujshme të dyshuarve, për sigurimin e tyre për konfiskim të mëtejshëm të mundshëm. Ndërkaq 7 të dyshuarit të tjerë janë në masën e kujdesit të shtuar dhe po ndiqen në liri për 2 akuza.